Buçim në bu CHI. Bu CHI podcast. Me jam më në fundu I gjindëm bashk. Yes. Mirë se erdhe. Si e? Qa bëhet? Si e? Mirë. Hiq, të përgjithshme. Ne, jetoj, punoj. Normalisht. Takim pune ishe? Apo? Isha me I photoshoot, me thënë drejtën, është një gjë që e bëj për qef shpesh, thjesht me heq atë pjesën e egos profesionale. E kuptoj. Kam parë që te faqja e madhe publikohen këto kështu photoshoot-e gjëra edhe kam vënë në fakt që disa I ke ofruar edhe për personat kështu free, domethënë pa pagesë. Ideja është që ne jemi specializuar për filmografi, në filma dokumentarë, po dhe komerciale, normalisht trajt filmi që gjitha, jo komerç. Pjesa photoshooteve e riktheva prapë si shërbim, se kam pas offline për I kohë shumë gjatë, se nuk më boliste të vija në studio për I photoshoot që fund fare do hidhet me filtra Instagramit. Edhe shqipja duke qenë se është kaq se këta foto bën ky. Po që është ideja tjetër pse që riktheva, dhe normalisht thash po rikthej, po prapë më fala se kisha bërë ato. Për njerëz që më dukeshin simpatik ose njerëz që kishin talente të veçanta, siç është ai shigjetari që kam dhënë, ose ai djali që bënte xhonglim me top futbolli. Domethënë janë njerëz që janë shumë të veçantë dhe pse më I lën me hik ose pse mos më I dhoni boost I çik më shumë sadopak me photoshoot apo me I video apo me diçka. Plus pastaj që është edhe se flas shumë, no, mos ma. Jo, fol, s'ka problem për atë punë. Është edhe kjo pjesa që ne kemi bërë në mbrojtjen e femrës, kemi bërë shumë ekspozita nudo. Do shumë e thellë me I hy. Nuk është thjesht shablon, po e them kështu përgjithshme. Edhe normalisht ka ato kleçkat e veta dhe nuk mund ti bësh do të jetë të tillë mënyrë reklamimi që është photoshoot falas edhe afrohen sa më shumë njerëz. Plus është edhe marketing që mund të marr ty falas për shkakun që ke podcastin edhe unë e di shumë mirë që ti do postosh një punë nga ana jote do e marr. Një minimale e një, domethënë është kjo tjetra. Që harxoj kohën për të fituar nga ana tjetër. Po, është ai modeli I mirë I biznesit, jo grykus gjithë kohës duke pritur vetëm të vi deri tek I pari, po është model shumë I mirë. Para se të thellohemi çik më shumë për këta personat që me sa duket më njohin mua apo s'njohin ty, prezantohuni çik. Atëherë, unë jam Matias Ndini. Jam 25, pavarësisht se TikTok-u më ka vënë shenjën që jam 30 e ca. Edhe unë seriozisht e ke ti? Po. Po prej kostumeve, prej mjekrës. Okay. Jam I specializuar domethënë kam studiuar regji filmi dhe televizioni, specializuar normalisht për pjesën e regjisë, skenarit edhe përgjithsisht filmografisë. Kemi studio filmike, prodhimit filmik. Edhe më pëlqen ecet e gjata në det. Më pëlqen të jap bicikletës, të dal për shëtitje, të pjek buk. Shumë mirë. Është gjë shumë interesante se unë në fakt edhe për pa u përfshir vetë në këtë pjesën e botës online, le të themi, domethënë kam rastisur me materialin tonë, domethënë disa herë edhe më përpara, po pa pasur vetë dije që ka qenë materiali jot ose kush ishte ti, domethënë thjesht më ka rënë nga qenë disa gjëra të veçanta. Domethënë erën të fundit para disa muajsh për shembull ka qenë një video ose nuk e di si që mbase që një film me metrazh të shkurtër, pjesa si tip vikinge me ishte diçka vërtet e bukur, domethënë që un jam njeri që I pëlqej shumë ato lloj gjërash, domethënë sidomos e pikën ku dëgjon këto gjërat e mesjetës, edhe antikën edhe të tjera dhe ajo ndërthurja ashtu domethënë të vinte një çik jashtë komfortit, domethënë të paktën flas për jetën time të vinte jashtë komfortit, por që në fund fare domethënë e kupton që ishte diçka vërtet e veçantë e bukur. Edhe për ato komplimente domethënë, unë nuk mendoja se do ta pëlqeja, por në fund më pëlqeu. U futa me u bezdisa një çik në fillim, por pastaj produkti në fund ishte gjë vërtet e bukur. Prandaj do të jetë me mendje të hapur domethënë. Edhe unë vuaj ndonjëherë vetë nuk jam me aq mendje të hapur sa do të dëshiroja të isha. Gjithë vuajnë për atë, se duke qenë në një vend
që është akoma te pjesa e marketingut, është akoma te ajo gjyshe që jep lëngun mbesës që vjen në mëngjes apo afër zjarrit, te ato reklama kemi ngel akoma, viti 2023. Normalisht edhe ne kemi më ngushtë ato informacion marrim nga media e gjerë, flas gjithmonë, edhe nga social media, nga gjërat. Domethënë jemi te bazikja përgjithsisht. Ne si video jo, realisht ishte për reklam për TikTok, edhe më shumë ishte për ato gjysmë fustanellat, have killsat e Skocisë, se i kemi futur një lokal që u punoj. Edhe i vunë si uniform për meshkujt ato. Dhe thonë, bëjmë i gjë me viking, kështu ti ngatrojmë çik këto, se s'kan shumë lidhje pjesa e Skocisë me New Irish Pub, domethënë, dhe pjesa viking. Dhe thonë, thjesht po i miksojmë gjitha bashkë. Nga mendim duke hedhë gjithë mendimet, kaluam që morëm çunat e studios, morëm Dornisin që kemi shumë shok gusht, hajde, morëm shigjetarin pasaj. Po u bëm kështu ja 7 veta, u bë set filmik praktikisht, nuk ishte më thjesht video TikToku me një aparat edhe hajde xhirën. Edhe kalim më serioze pasaj. Si gjë, ishte kështu rastisht komplet domethënë si Ndonjëherë këto gjërat që janë të rastësishme domethënë dalin vërtet bukura dhe të plotësueshme. Podcasti im është që është nisur rastësisht. Domethënë që isha 2 vite që isha 2-3 vite që e kisha menduar ndonjëherë që pse pse ashtu, edhe një herë thjesht duke pirë shumë bira, tham që plako pse nuk e bëjmë ndonjë. E kupton? Edhe ja pse duhet alkooli pra, kupton? Ja për këto gjëra duhet alkooli ndonjëherë, domethënë se normalisht. Ti përmendë që punon tek bari apo New Irish Pub. Jam në rolin e menaxhimit, kam 5 vjet për një vit pushim, si dhe gjithë 5 vjet më janë bërë. Është shtëpi e dytë praktikisht, është një vend që realisht, domethënë jo për hiqe pjesën e biznesit, hiqe pjesën e reklamimit, mos hetni te Irish Pub nëse doni. Po thjesht është një vend që shkova, më morë me zor nga studio. Isha shumë më i vogël profesion, plasë edhe ndoshta më shumë kohë për të marrë me gjërat. Me shart madh kam ikë në Vrikos Biles, edhe nuk e kam shiju deri në momentin që filloi karaoke, se karaoke ishte kështu dhe isha hera parë që shifsha në Shqipëri karaoke. Edhe u dashurova, punova pasaj se thash, ishim fillim profesionit edhe fillim, ishim ngritje sipër edhe merreshim dhe me lokalet atëherë. E fillova foto video, normale kështu, punë studie, si më thon. Më futëm në menaxhim për pjesën e eventeve, për pjesën e sallës e gjitha. Edhe e shijova dhe u riktheva prap në shtator, se u ndrua edhe administrata, po e themi, nuk do më them më shumë. Këtë çuni i ri që e kam marrë është goxha punëtor edhe më ka mbështet shumë të çdo ide debile që unë mund të kem, domethënë. Ajo pjesa e gjysmë kiltit, një person tjetër s'do e kishte pranuar, sa thotë çka këto ne jemi Irish, ti ve Scottish. Edhe ka shumë ide që fusim ose futa shigjetarin që gjutë me shigjet, gjush me shigjet klientat praktikisht. Do që është një gjë që në lokal nuk ndodh. Mirë, pra se kur e thua, domethënë e kuptoj atë pjesën e modestisë tënde kur thua ide debile, po që zakonisht duhen shumë personat me aftësi dhe kapacitet artistik, sidomos në pjesën e gastronomisë dhe të hospitality. Unë kam punuar shumë vite, 8-9 vite në atë branch, domethënë, duke filluar që nga ato modestet që nuk kanë asnjë lloj të ardhme deri tek high end, domethënë, edhe dyshimi duket shumë fare, sidomos në bare ose ambiente të tilla, për shembull, që ka një lloj identiteti dhe kur një person për shembull që ka edhe pak vizion, që është dhe një çik daring, kështu që e merr një risk, domethënë, edhe nëse si ajo gjëja për shembull mund të ishte pritur edhe shumë keq. Po ideja e mirë është prapë u provua dhe nuk ishte për ta ditur nëse s'do e provoje, kështu që me sa duket ka shkuar me sukses. Jo, shkoi, realisht me sukses edhe vetë shigjetari është me që jemi këtu ta themi. Edhe është personi vetëm që reklamoi në çdo lloj vendi që mundem, sepse është kampioni shigjetarisë në Shqipëri, edhe nuk i kanë dhënë mundësinë dot as sponsor as një që të avancojë për lojrat olimpike, se vjet mund të ishte kur u bë në 2021 mos gabon Tokyo. Po. U bën lojrat olimpike dhe mund të ishte përfaqësues i Shqipërisë për herë të parë për shigjetarin, po thonë kjo teknika jone mos paguajturit sportistave, mos mbështetje, se vetëm paguajturit, edhe mundohem ta reklamoj gjithmonë, edhe mendova si event më shumë për të reklamuar shigjetarin se sa për New Irish, pavarësisht se po jepja një lloj identiteti të ri aktivitet. Kupton, një aktivitet i ri që mund pëlqej, mund mos pëlqej, dhe provoshim mirë, mirë pafshim, që funksiononte. Bëm 2 herë me thënë drejtën.
Edhe të dyja herët kanë ngel shumë të kënaq njerëz, edhe vetë njerëzit e shqiptarit vinin që dëgjojnë me shigjet, se falet si luajtur. Edhe u kënaqën. Pas e bëm këtë lojën që normalisht do luhen me marketingun, jo po kush e hedh shenjë me shots. Njerëzit pas e u bën Normalisht. Kur sa herë që futen ato, domethënë kemi administruar, un kam administruar çaleshi, kam qenë pjesë e administrimit të një bar studentësh këtu në Berlin, domethënë, me shumë të tjerë dhe ne vinim në sa herë që fusim gjëra të tilla, për shembull, një iniciativë tjetër, një shoc, një dreq, domethënë gjithmonë aktivitoheshim shumë. Është e bukur. Po janë pikërisht për shembull persona që i mendojnë këto gjëra. Unë në fillim nga që normalisht bar studentësh ka edhe me shumë veta të përfshirë do votonim edhe për një idiotësi si gotat plastike, kështu që më është dashur jashtëzakonisht shumë punë të themi që shiko plako, I know what the fuck I'm talking about. Janë gjëra që funksionojnë, kanë funksionuar kudo, do funksionojnë kudo sa dihet jeta, plus edhe gjërat e tjera pastaj inovative siç janë ato që thua ti që normalisht duhet të kesh një ide pastaj ti provosh. Po, domethënë ajo është puna që bën full time, po jo, unë kam menduar gjithë. Ajo puna e lokalit është gjëja më e vogël që bëj. Domethënë është më shumë në një farë mënyrë, pavarësisht se puna është reale, kuptimi që ka lodhjet e veta, është një punë dytësore, jo dytësore si se duhet të keq kuptohem, jo dytësore si që unë e bëj edhe e le maskrave, se thash është bërë lokali si shtëpia ime, që ndonjëherë edhe nëse ka probleme jam i gatshëm punoj edhe nga vetja ime. Po është punë dytësore në kuptimin që un kam studion, është e imja, është biznes që kam hapur që 19 vjeç, normalisht e kam ngrit me bryla, se këtu ku jemi ne. Këto brylat nga gjitha anët po jemi. Kjo është ajo që kam, domethënë, edhe Kastile kam lënë një limit si thosh për punën që kam atje, se në momentin që un kam xherime, kam film, kam dokumentar, normalisht do shkoputën dhe do kthehem prapë në momentin që marrë projektin. Kjo është ajo idea që kemi bërë. E di shumë njerëz këtë pjesë, sepse normalisht studion është identiteti im, domethënë unë jam studio është unë. Kuptimin e Matiasit, ka gjithmonë studio ka ato persona. Kjo është për mendimin tim një nga sukseset e tua më të mëdha, sepse unë fytyrën tënde vetëm e lidh drejt për drejt me atë ambient pictures, domethënë. Edhe ambient pictures e lidh drejt për drejt me fytyrën tënde, kështu domethënë që këtu je goxha i suksesshëm në pjesën e të dhënit mesazhit që ti e studio dhe studioja e ti. Se duhet të jap edhe mesazh, unë kam shumë kështu, domethënë edhe ne kemi podcast. Do thënë kemi pas një më përpara, e kemi hapur sërish. Normalisht edhe çunat patën u ndan me punët që të gjithë jemi shumë zot. Edhe që i du shumë dhe i përshëndetje. Ideja ishte që pjesa e MBN-s, e TikTok-ut, e daljes time si person, nuk e kam pas ndonjëherë qef. Më detyruam si thosh presion nga gjithë, hap TikTok për studion, e hapa. Postova 3 video tutorials. Morën goxha shumë do çudita që morën shumë, se morën nga 1000 views brenda natës, që për mua ishte shumë TikTok sa kisha hap. Shkoj ditën tjetër ishim me 100k secila dhe shkova 1000 followers brenda 24 orëve. Dhe isha shumë i gëzuar. Atë ditën e dytë, domethënë 40 orë pasi kisha kaluar gjithë kjo situatë, hodha një video të një posteri ekspozitës që kam bërë pjesën e nudës, për ekspozitën e tretë nudë që kisha bërë kur isha vjet, 2021, fal. Unë 2021 edhe do bëja ekspozitën. Edhe TikToku ma hoqë dhe më bëri ban nga reportet. Do thënë Instagram është akoma i posti, në Facebook është akoma. U bë dhe sponsor, që do thotë nuk kishte asnjë lloj problemi në pjesën se normalisht edhe unë i mbaj ato kornizat e social medias. Normalisht. E për TikToku është weird plak. Edhe unë mbyll edhe të rrova pastaj thash dashurës që qafsh mos na bën dhe 700 faqe në TikTok. Edhe unë vetë edhe të bëhen rresht ato gjonat. Hapim 1 të 2, ta bëjmë si këto shëmtutat e çifteve që hapim 1 të 2 edhe bim rehat dhe çujtëm mund frasin çakmaku se kam pas marr 200 lekë çakmak për 2 muaj. I kam huazuar. I kam kthyer prap. Po gjatë asaj periudhe i kisha ta huazuar unë. Lehtë, nuk dihet më. Ai çakmaku kush e di ku është parë për herën e fundit çakmaku është bërë për të çuar te ai Dashdino tani. Edhe tjetra ishte që e hapëm cigaret e çakmakut, tabakino e quajtëm fillim, që kishim edhe unë dhe dashur cigaret e çakmakut. Fillova duke hedhë video, thështë po interesoi njëri, hodha edhe këto tutorials, hodha edhe ndaj gjok kështu për të qesh ndaj trend ndaj gjë, po gjesha stilin tim. Një ditë bëra një video me Ivalixhe, shpërtheu dhe pash që mund, domethënë më hypi veten qef, në kuptimin e mirë, jo të keq, domethënë fillova të vazhdu të bëj ato videot, që unë hapa edhe timin e hapa për derivim te studio normalisht.
Bëra retrospektiv, më ulë komplet views-at, i fshiva këto lloj videosh dhe vazhdova me editimet, vazhdova me tutorialsat dhe në çdo gjë, pothuajse në çdo gjë unë nxjerr temën logon e studios që kam nga mbrapa gjithmonë, që ti ngulitet me njerëz. Domethënë njerëzit kujtojnë se ky ka zgjedhur ta ambientin se duket bukur. Po momentin që analizon pastaj, unë besoj që është goxha e inxhinieruar si gjë dhe është goxha funksionale. Loga ka pas atë impaktin e vet domethënë njerëzit se njerëzit edhe editimet, them drejtën, njerëzit pas popullsia masive, ishte thjesht si gjë për të qesh, edhe unë detyrohem që një editim bukur, për shembull që u shndrova në Ghost Rider, të vijë një shkrim sipër që ta bëj relatable me trendet e momentit ose dhe një muzikë momentit, pavarësisht se unë du të tregoj editimin. Edhe pavarësisht se pjesa masive i shef vetëm si video funny, ose edhe po nuk i pam funny, thonë në cringe ose thjesht si video normale që dalin në TikTok, duke qenë se janë me kamerë, janë pak me cilësi më e mirë, me ndriçim me gjitha editim profesional, kam shumë biznese që më kanë shkruar për kësaj. Dhe vazhdova ta mbaj, edhe sikur thash, edhe sikur marr 200 views, 100 views, nuk ka problem. Sikur nga këto 100 veta, një ta shohë, të marr për punë, për mua është fitim. Edhe kështu ndodhet domethënë. Ajo është mendja e duhur, domethënë, se unë ashtu në fillim fare kur provova, u bën ato të parat si u bën, pastaj vetëdose që okay, unë komedian profesionist nuk jam, nuk e di, artist nuk jam, unë jam inxhinier valla. Kupton, unë jam interesuar për disa lloj tema, unë jam interesuar të nxjerr persona që janë interesantë, si ishte ti me anën e photoshooting dhe të tjera që i jep mundësi njerëzve që duken interesant. Unë ato nuk e bëj dot se kam atë aftësi, kështu që unë bëj podcaste, do mundohem të nxjerr njerëz nga jeta reale, për shembull ti me këto pasionet e tua, me punët e tua e tjera dhe jo në një unë kam drogë gjëra të tjera se na kanë ardhur në majtundës. Ajo është e vërteta në fakt. Kështu që thjesht alternative mirë është për në radhë parë për kënaqësinë time se kur kalon pak kohë, domethënë është një nga gjërat më të bukura për mua, është thjesht flas me njerëz të tjerë, mundësi që s'kam folur asnjëherë për shembull, edhe është një ndjesi jashtëzakonisht shumë e mirë kur shkëmben ide, shkëmben informacion dhe shikon disa këndvështrime të reja. Unë do dilja tek pjesa e podcastit, ti e sollën çik përpara urime një herë për KLM-n. Qëndron ditë për diçka KLM-ja, apo po, është edhe te sikla në fillim, domethënë unë desha të veja se më bën në podcast e kemi pas. Për më bën, dhe çuna që ishin studios, dy nga çuna që ishin studios e pranon faktin që ishte më bën me që nifet më bën dhe me që po e xherm studio, domethënë shumë falenderoj nga kjo pjesë, mund të kishim zgjedhur emër tjetër. Dhe nuk doja ta vazhdoj më bën në podcast sepse ishte gjë që krijum bashkë, edhe nuk tash më falni për shprehjen, po nuk mund të dhjesësh aty ku ka ngrët, kuptimin që e krijum bashkë, unë po e marr për vete, tash pavarësisht se ka emër më bën, nuk ka lidhje. Dhe tash do bëj një gjë me 3 shkronja, ose 3 shkronja godasit. Pavarësisht se do të bëjmë akronimi për diçka tjetër, do godasit dhe qyta kafe lot muhabet. Që të formoj edhe KLM-n. E bukur, më pëlqen, është veçantë, domethënë, nuk të vetëm në direkt. Nëse për shembull një person do të thojë KLM, jemi ai brezi atyre telefonave me tastier, dhe KLM jemi akoma ka lofshmir. Kështu që jo, është ngec ajo. Domethënë e di se çfarë është mëra pastaj ngec, kështu që normalisht pastaj këto gjëra tani që kuptova profilin tënd, këto gjëra edhe priten nga ty domethënë, përderisa je i asaj fushë, që se bën ti kush do ta bëj unë. Ideja është unë kam ndjer goxha. Edhe gjë që më ka pëlqyer domethënë që kemi pas dhënë që të më bënë në fillim kur hapëm 2.1, është që thamë me njëri tjetrin që nuk do marrim VIP-a, nuk do marrim njerëz që nifen atë bëhen, për të vetëm arsye se nuk thonë dot më shumë nga çka thonë të gjithë vendet e tjera. Plus që ti ke pafund që unë ti njerëz që nuk i njohin njerëzit, të flas në mas madhe, dhe mund të themi diçka, kuptimin që magjistari, shigjetari, kishim që na bë pjesë studios, që morën për podcastin, apo bë pjesë studios më vonë ky VFX artisti që ka bërë atë videon me shkëndijat e gjithë efektet e asaj që petit e Vikingët, që është fantastik me atë që bën. Edhe, domethënë janë njerëz që nuk nifen masivisht, kanë talente të frikshme ose kanë çfarë thonë. Kështu siç kishim një seri Kristi në Kub, e quajtëm se kishim 3 Krista me një seri, ishte Kris Dragotit, që ishte i vetmi që e mora kështu sepse sa kishim marrë eventin e 40 dhjetorshit që e bën Robert Aliaj, ka marrë patent Robert Aliaj. Një event filmik, konkurs filmik. E morëm edhe kisha 2 Krista të tjerë që njëri jetoi në Amerikë dhe u kthy dhe tjetri ishte në Amerikë dhe vazhdon në Amerikë dhe flisnin për eksperiencën e vet se si është të rriten profesion dhe të vazhdosh një jetë suksesshme, si atje si këtu. Dhe kishte gjë ku më u përqendruan muhabet. Edhe te kjo area këto po bëj. Mora TikTokers atë shokët e mi që i kam që bëra temat para sa më shpërthy, jo po dashuria, jo po shoqëria që sa më u njoh në fillim.
Tema e tretë që kam hedhur është me një vajzë që punon te burimet njerëzore. Ato e kam dëgjuar pak, po dëgjoj saktësisht dje ishte, po, dje kam dëgjuar pak në punë. Ajo ishte goxha interesante për shembull. Unë për këto mua këto gjëra më pëlqejnë, më tërheqin goxha për shembull, edhe komplimenta për ato. Se kam mbaruar akoma, do ta mbaroj, po që duke që ishte gjithmonë sipas shijeve të mia, sipas gustos time, ishte goxha nivel i lartë, domethënë edhe si ke edhe atë pjesën tjetër që edhe e ke 1A atë pjesën e studios, domethënë që çdo gjë është atje ku duhet, edhe çdo gjë është e pastër, është kukull, e ndihesh është high quality, domethënë e thën troç është high quality gjëja, kështu që më bëhet shumë qefi për shembull që vendosën të bënin të podcastin, pasi atë tjetri nuk e vazhduan. Unë mendoj se sa më shumë të ketë aq më mirë është, sidomos për shembull si sot apo si nesër kur të jem unë tek ju, gjithmonë mëson robi nga njëri tjetri edhe nuk marr mendja se ka dikush të humbi. Unë jam nga ata individ që e shoh masën jo si konkurrencë të ligj që më mori këtë, por e shikoj si mundësi hapje dhe mundësi ndërveprimi, bashkëveprimi, kështu që për mua është bekim i madh. Desha me dalë vetë këtu, edhe shqyr që ka në roptje me të njëjtën mendësi. Pjesa e konkurrencës, se mos Shqipëria, po flas për Ballkanin që është vend i vogël, por secili vend vetë janë vende të vogla, nuk janë Gjermania për shembull, nuk janë Franca që ka 700 si ne, kupton? Dhe ne ka 70, nuk ka 700. Edhe ideja është të hajmë me njëri tjetrin për ca konkurime të kota, sepse ti ke stilin tënd, kam stilin tim. Edhe në të folur, edhe në të prezantuar, edhe si studio vetë, domethënë që ta thënë, po ju jeni konkurrent me një tjetër. Jo, vëlla, unë kam stilin tim, edhe sikur të jetë njësoj si jemi, prapë unë kam një gjë ndryshe nga ai tjetri. Edhe një klient që më vjen dhe më kërkon stilin tënd, i them, unë s'ta marr për sipër. Domethënë kuptimi që është lloj simbioze që duhet ndodhi, që nuk ndodh, sepse të gjithë mund të hanë me njëri tjetrin, apo po mori punën, apo po ja mora punën. Domethënë nuk ka asnjë lidhje. Unë këto bashkëpunimet me thjesht podcaster, bile si kam shkruajt Besit dhe Andit, se i njoh, para shumë kohësh u kishim bënë podcastin që ta bëjmë një seri kështu crossover episode që gabimisht na vin dhe këto na ulen. Ku po flisim në mund, tjeti i lloj gjë që i duket të tjerëve fani, kupton? Sa më shumë bashkëpunime, plus që për shembull po jap një kështu kur ke për shembull bashkëpunime me shumë njerëz, shumë kompani një herësh, janë shumë njerëz që duan të vendosin logot e këtyre. Kurse unë them, sa më shumë logot kem, aq më interesant bëhem unë, se thonë, a marr shumë pas kanë bashkëpunuar, pas kanë që kanë interesuar njerëzit. Normalisht. Jo, është e njëjta gjë. Do thënë, unë interesohem, realisht jam interesuar se që ta dinë dhe këta të tjerë që na shohin. Ne folëm pak më përpara, po të dy palët humbën mesazhet, u zhdukëm. Edhe vetë shkun ke shkruajtë pashje kështu po ky thash. Po, u kujtova pas se edhe unë kisha fshi mesazhet, se i fshi që i bëri start gjithmonë. Pastaj edhe mendova domethënë që pas të njëjtin mendje që hajde të bëjmë bashkëpunim. Edhe kështu duhet ndodhë në profesione të tjera. Unë desha më prek pak të pjesën e inxhinierisë. Inxhinierisë apo jo? Po. Unë kam inxhinier ndërtimi më saktë. Unë kam mamin inxhinier hidrike, që jetë inxhinier ndërtimi në Mësimdhënie, në universitet, edhe desha do futesh atë çik të ajo tani. Imagjino mami inxhinier në çuni artist. Po që për shembull, një gjë që më ka lidhur shumë në profesionin tim me inxhinierinë është kishim 5 dokumentare që ta dinë që të gjithë. Unë jam apolitik, partijak. Normalisht politika në ndjek kuptimin që na duhet, se do votojmë fund fare, do përfitojmë apo do humbim. Po jam apartijak. Realisht kam asnjë partie, edhe po e them këtu e po ta them gjithanë që çdo parti që ka kaluar ka bërë soi këtë punë që do them. Ne dokumentarët, 5 dokumentare kishim për vendet diku të thella në Shqipëri, për hecet që po ndërtohen, hidrocentralet që po ndërtohen për të vegjëlit, që s'kan as impakt gjitha bashkë 2% në energjetik. Edhe desha mora informacion më shumë se ç'mund të merrsha unë zakonisht nga pjesa e inxhinierisë. Edhe si ndërtohet një gjë kështu. Dhe jam i tip që ka njerëz si ty, si Senjor Soli që bashkëpunoj shpesh për TikTok, për video kështu, që janë i fusin hundët në thonjza, të ca gjëra që nuk duan dhe i përfitojmë si burim informacionit pa dobishëm, dhe në një moment apo në një tjetër fillojmë edhe i nxjerrim se na duan. Edhe realisht pëlqen shumë pjesa që e mendon do të njëjtën gjë, domethënë, që mundohesh edhe të marrësh informacion përveç sa të japësh, edhe është shumë gjë e bukur, realisht.
Jo, po është domosdoshme. Shiko, edhe një nga ndryshimet që kemi ne, për shembull, ti thuaj je apartiak, kurse domethënë mos pan tim plak. Un jam goxha inflamator si person vetë, un flas keq, jam helm ndonjëherë, kështu që nuk bën sens kjo e gjitha që kësaj pseudo konkurrencës nuk bën asnjë lloj sens. Pse nuk bën sens? Sepse në qoftë se një dikush i X, në qoftë se Bleoni tani po mundohet të kopjoj Matiasin, duket. Duket, tek çdo individ duket. Domethënë për shembull, një podcast unë kam mbështetur që në fillim dhe do i mbështes sepse më pëlqen, është podcasti Alo kam një pyetje, nuk e di nëse e njeh. Na ka shkruar shpesh, kemi shkruar shpesh, po asnjëherë nuk e kemi marrë vesh kush janë. Do është shumë lart. Po mua është shumë. Është platforma e tyre, domethënë që mbesin anonim edhe kur ata kanë dalë në fillim, për shembull, unë kam marrë mesazhe që ata po të kopjojnë ty. Që s'kishte lidhje fare, për shembull sepse ata janë hardcore, domethënë edhe në muhabet, edhe në shaka, kurse unë i kam notat shumë të holla të humorit, zakonisht është morbid, kështu është gjë që nuk është vështirë ta dëgjosh se janë tema ndonjëherë edhe të mërzitshme. Mbas takosh postojmë me njëri tjetrin në story, domethënë, edhe mbas takosh më thonë, më dërgojnë prap mesazh, tani po kopjon ti ata. Edhe ideja është se nga këto tre që kam unë kontakt, domethënë që njëri për ty je ti, një është Alo ka një pyetje dhe Besi Andi. Asnjëri nga ne nuk bën të njëjtën gjë. Asnjëri komplet gjë tjetër. Total. Unë nuk kuptoj ku është konkurenca te kjo. E kupton se unë nuk e gjej dot konkurrencën këtu, edhe po ta di. Si në çfarë lloj mënyre mundet që njëri nga këto podcaste të më dëmtoj mua? Po edhe sikur të doj të dëmtoj, nuk ka sepse nuk, do thënë, temat që kap ti me temën e tjetrit do jetë rastësia më e madhe po të qenë me një njeriu ose po e qenë njëta temë dhe po qenë njëta temë do flasim për njëjtën gjë. Kjo është e sigurt, se jemi komplet njerëz të ndryshëm. Ne komplet gjëra të ndryshme flasim ose kemi shaka apo kemi humor që e transformojmë si dum pastaj. Pikërisht, domethënë, edhe un jam edhe ndryshe si Rob, domethënë për njerëzit ndonjëherë kur dua të jemi inflamator ose kur dua të jemi keq, për shembull, kam një account që nuk e ndjek njëri fare, thjesht e lë atje sepse është thjesht frustrim që duhet lënë jashtë. Edhe normalisht Robi sillet ndryshe në ambiente të ndryshëm, për shembull, ndryshe jam në podcastin tim që jam zakonisht shumë natyrale dhe mundohem ta mbaj çik gojën, domethënë që mos t'i klasifikoj plus 16 se e kam parasysh kam unë atë fanbase-in e voçkël fare që kam, për shembull, i kam me kërkesa shumë të larta, kështu që mundohem t'i kënaq sado pak. Po unë kur ti jem te Alo kam një pyetje, nesër pas nesër për shembull do jetë shumë ndryshe, do jesh i zi komplet, nuk diskutohet fare ajo punë, kupton sepse ajo është platforma. Dhe prandaj duhen një podcasti ata, sepse ai lloj podcasti e ka atë lloj formati që në fillim unë nuk mund të bëj sot të flas për dhunimin, nesër të flas për politikë, edhe pastaj të bëj shakare për dhunimin. Nuk bën sens. Ajo është jam se unë e kam pas gjithmonë këtë dhe kam akoma, se në TikTok më thënë shpesh, pse nuk bën këto soundet me të shajtme. Se tash ego me të shajtme i ke. Domethënë, nuk më irriton pafund që views-a më të mëdha janë dhuna, shajtmja pavarësisht se jeni arrit në lagje vëlla, nuk është se kemi lidhë me kështu. Jeni arrit lagje dhe ashtu sillemi edhe në të përditshme, nuk është se jemi kaq të pastër sa dalim në sy të njerëzve. Por që është pjesa tjetër që kam një lloj që e them gjithmonë këtë du ta them në çdo lloj vendi që do dal, sado e kam thënë edhe hodha edhe në Instagram bile që e bëra sponsor, sado followers që të kesh, momenti që pretendon të dalësh publikisht, të flasësh diçka apo tregosh diçka, ke përgjegjësi publike. Dhe ke përgjegjësi publike jo vetëm ndaj të vegjël, jo vetëm ndaj të rriturve, jo vetëm ndaj kështu, edhe ndaj shokëve tuaj, familjarëve. Dhe normalisht deri në një far pike, flas kur je me fytyrë, je me zë, mund të influencosh për keq. Edhe ndodh shumë shpesh. Edhe mund duhet vetja si bashkëpunëtor në krim, në thonjza, qofse influencoj një X person që sa është fund TikTok është i vogël, që të bëj për shembull thot shprehje X te një person tjetër, kurse kam mësuar akoma ato shprehje. Po marr gjë më banale, më soft, ë. E kuptoj. Një rast për shembull që kam parë për 3 vjet në radhë kur e fillova, ishte pjesa e nuditetit që shkretën me foto. Thon unë dashun time kemi 10 vjet bashkë, edhe që jemi njoftë 16 vjeç. Po, bëj 26 tash në maj se 25 ka ngel meni. Edhe ideja ishte që gjithë kjo si histori
I shkon gjithmonë dashur time katapulti, thotë si e le ti me I bë ai ato foto. Do thënë nuk e honepsin këtë pjesën që ka një botë jashtë, ka një diapazon jashtë dhe kur e shpjegoj gjithmonë e kuptojnë. Po mos e shpjegoj unë, edhe të rinë në hije ose ta shpjegoj me të shajt, ju që më thoni ju më kshu e di çfarë jeni ju. Normalisht fryma që do vim mbrapsht do jetë bumerang, po e njëjta armiqësi, po kjo që normalisht, po edhe nga ana tjetër për shembull, edhe ti mund të shpjegosh X persona, nuk mund të shpjegosh gjithë secili, se nuk mund të merresh sepse për shembull ti ke idetë tua, ke qëllimet e tua, ke këto gjëra të bukura që të vinë në mend si lumë dhe duhet I kapësh, domethënë në kohë nuk mund të rish tash të merresh me të I shpjegosh çdo lloj individi, domethënë unë kam pasur një fajtor për të njëjtën gjë, domethënë e kam pasur dhe unë që më godisni shumë në fillim komente për shembull meja shumë përbas, po është një lloj grupi individësh domethënë që për të ndjekur do të ndjekin si qeni, që nuk diskutohet fare, bile janë ndjekësit më të mirë për atë punë, por janë helm. Duan kaos, domethënë duan vetëm çajin, duan vetëm gjejnë gabime, gjatë gjithë kohës vetëm të gjejnë gabime. Po që duan edhe ata, thjesht nuk duhen marr personalisht, edhe unë nuk është se po mundohem më të shpjegoj më në robi domethënë që çfarë bëj, pse bëj, sepse fundja fare u këtë gjën e bëj sepse më bën të më zëri gjumi më mirë, më plotson, kështu që ideja është që nuk ka shumë sens të merrem me këto komentet e të tjerëve. Po për sa I përket pjesës studios, tani ta mbarojmë që të podcastit se mos e harroj më vonë. Ky formati është vetëm I jotit, domethënë tani. Tani ti dhe do mundohesh të thosh persona, domethënë. Ta them publikisht për të parë është plan më I madh. Domethënë podcast u hap për të cis njerëz. Domethënë në kuptimin e mirë për të vjedh njerëz. Që është trendi podcast, domethënë thonë atë shprehje që goca shkojnë terapi kur janë keq, shkojnë ta hapin podcast edhe. Ka raste që ndihemi vetëm, pavarësisht se jam I rrethuar me njerëz, ka raste që më duhet ajo qetësia ime dhe kjo është qetësi, domethënë unë biles, sa fal që po derivoj shumë. S'ka problem. Mund të jemi I xhirim shumë të lodhshëm, mund të jemi I takim, mund të jemi I punë shumë të lodhshëm dhe vi pranë studio editoj foto sa të kam qetësi. Nuk du të ulem para televizorit, shoh ose të luaj telefon ose të luaj lojra, thjesht editoj foto sa të kam qetësinë e shpirtit. Shumë është kjo. Edhe ideja është që kam një plan pak më të madh që mund ta shoh deri në televizion lokal shumë të madh. Po kaq lejohet të them deri tash. Do ndryshoj pak, domethënë do ngeli podcastet 10 minutat e para të 45 minutave që televizion do futet bashkë me reklamat shkon 1 orë. 10 minutat e para do jenë 3 veta që do jenë podcast, do jenë me segmente, fal vetëm një sekond. Po. Mos do bësh montazh tash? Urdhë? Do bësh montazh tash që unë do presësh? Jo, nuk pres gjë vllai, mos e ke problem. Jemi njerëz. Po thosha për këtë pjesën e kësaj që 10 minutat e para do jenë 3 veta në podcast, se thosh 3 minuta dhe 1 minuta I prezantimi fillim dhe në fund. Pastaj do vazhdoj një emision që do jetë konkurrimi dy syre treve në profesionin tim, në pjesën e filmografisë, po kaq mund të them domethënë edhe mendoj që mund duhet është tip Mr Beast like, kupton? Që ka atë frymën e Mr Beastit dhe them gjithmonë nga frymëzohem se nuk është ndonjë turp I madh, po frymëzohem nga një person që është YouTuber më I shikuar gjithë historinë e YouTube-it, që kështu faktën po. Ajo nuk është për turp plago, ajo është krenari të marrësh për shembull një personazh suksesshëm, është unë nuk e shikoj negative, unë shikoj si shumë pozitive. Jo, janë njerëz që do thënë ato që theti që ja po kopion, po kështu po ashtu. Çdo që tjetër është komplet format që s'është pa ndonjëherë në Shqipëri si lloj konkurrimi, po ose gjithmonë është kjo, nuk është parë ndonjëherë, nuk është se s'është pa ndonjëherë, se mund të jetë edhe për keq, s'është pa ndonjëherë, s'e pëlqen hiç. Po ka ato dramat e televizionit, ato konkurimet me njëri tjetrin që normalisht ja kemi thënë të gjithë dhe e dinë që gjithë që deri diku do jenë të stisura nga ne, këtu ngatmu me shkof. Po që deri në limitet e kornizave normale, jo alla përputhen e di. Jo me shpata, domethënë, thjesht me shkopa do luajnë. Afatgjati funksionon më mirë ato sepse ky lloj llumi që qarkullon tash për shembull se unë kam
kam mendimin tim për të dhe është zakonisht shumë i qartë dhe unë këto i kategorizoj si llume, pavarësisht se kërkesa është, përderisa ka kërkesa aty, bravo qoftë, ata e shfrytëzojnë kërkesën. Big Brother rastësisht këtë vit, hera parë që ndjek Big Brother përveç Big Brother të parë, edhe thjesht kam gjetë, domethënë të martave kur s'kam çfarë bëj në shtëpi, shohim atë. Ose në TikTok, do të bjeri patjetër syna njëri nga ata, se në 3 video TikTok katërta është Big Brother. Normalisht. Jo, unë ato videot normalisht në një batut ça mund të hedhin kështu, domethënë, po jam komplet jashtë kontekstit se thjesht atë batut duhen marr ose unë mund të qelloj në një rast dhe mund ta përdor diku, domethënë për një video për ngacnim për ndonjë gjë, por që ose kam ide fare se çfarë është mbrapa asaj, e kupton, thjesht ajo në momenti ajo batuta është e bukur, e përdori të gjithë, e përdor edhe unë prish pun fare. Përderisa nuk ka ndonjë Acromax që vjen kështu na mbrapa, nuk e di kush i ka këtë tani. Tu desha me të thënë gjë. Unë bëra këtë siç kam bërë se me Prover Pizza ka bërë një bashkëpunim që futa veten në filma të vjetër si Pallati që 76, ajo me Federik Docës, harrova emrin tash, që kënon poshtë balkonit me lule. Edhe bëm 4 si këto episodet, bëra edhe video të tjera dhe thash, tash që është Big Brother, se vjet nuk e bëra dot miku si trend. Tash po fus veten Big Brother, kamera statike janë aty dhe po lëvizin bëj çik tracking edhe po i fus. Edhe futa veten fillim. Shkoi video 400.000 view thash. Për mund njerëz, jo po produksioni ka fut një personazh tjetër s'na e ka thonë. Jo këtë ato se normalisht për një sy trajnuar edhe ti që je pak më i trajnuar se masa, mund ta dallosh që okay, është gallat e këtij. Po. Ato ishte shumë e bukur, unë kam parë ato, janë goxha goditura. Më ka shkruar në Instagram si e ka emrin djalin që ta votojnë, vetëm se Senjor Soli, ai Ullazi që kam në video, kishte shkruar një koment. Si e ka emrin djali ose numrin që ta votojnë, fillon të merr inboxe. Inboxe, këto sa vjetë jemi me të verë Facebookën, inboxi. Unë të marrë dëmë nga njerëzit, request që si e ka emrin djali, si e ka numrin djali, ta votojmë, ta bëjmë. Ishte shumë fani si situatë. Po dhe një 2 video tjera u rritën dhe ato, thash, po. Edhe ishte trendi momentit, po e bukur është që këtë desha me thënë që nga ajo që njerëzit e shohin si komedi, unë kam marrë vetëm nga ajo video që futa vetëm Big Brother, kam marrë kështë disa kërkesa për të fut veten në filma të vjetër ose për të fut personazhe të bizneseve ndryshme ose produkte në ambiente të tjera. Bëra një produkt italian, që ishin shqiptarë që punon dhe në Itali dhe në Shqipëri. Një shishe ujë e futa me një film vjetër italian të Monica Bellucci, Sofia Loren. Po. Shumë gjë lezër, Sofia Loren që ka lëndë dhe kjo shisha ujë aty domethënë një video 30 sekondë po për marketing ajo është fantastike. Se thënë, një sekond, prit, po. Se kemi pa. Ato që duan ta shohin, edhe realisht edhe për podcastin. Po ja tregoja miqve të mi kështu edhe gjithë të thosh, po e kam ndjekur këtë, e kam paun këtë, në mos i seri tjetër, domethënë ka ndjekës. Unë jam vetë kështu ndonjëherë që më vjen, po unë e kam ndjekur më kënë, po se ti që kisha ti, domethënë. Është kjo. Realisht më bën ndjem shumë mirë, edhe kur gjoj edhe për ty, për shembull, ti them Mustafaj apo jo. Mos gabon. Nuk të lutem, nuk të kuptova akustikisht. Për lidhjen tonë me njëri tjetrin, ti the që të sugjeroj Mustafaj. Po. Edhe me Mustafajin po historim kanë thënë ndjek këtë djalin, unë është shumë kështu, tregon sa gjëra të bukura këtej janë, e kupton? Do thënë bëhet çik edhe për njerëzit e tjerë që kam rreth, ose që komunikoj edhe kështu që thonë po e ndjek, po është kjo tjetra që po mirë e ke bërë atë butonin follow ose po. E ke bërë subscribe, e ke bërë ja, po jo se shife se është shumë gabim, edhe plus është kjo tjetra. Po, principisht domethënë duhen bërë ato. Domethënë kjo është gjë që ndeshmë ne kam vënë se unë nga që jam edhe larguar shpejt, nuk jam brenda skenës, domethënë ja pak tipat Mustafaj, pak tjetri që do më fusin avash, po që unë tani po e vëre që ka vërtet një klasë të mesme në Shqipëri që është jashtëzakonisht shumë e shëndetshme dhe e mbështesin njëri tjetrin në çfarë lloj mënyre të ndryshme. Dhe kjo për mua është një nga gjërat më fantastike për shkak. Unë do të them diçka, mund kanë mbështet jashtëmasë shumë rob që kanë qenë më të ndëjë nga ana profesionit. Edhe më të ndëjë dhe në mosh, më kanë mbështet goxha shumë ku jam rrit, se është dhe tipi im që shkoj flas, bëj miq, po pra sa si ka thënë i madhe Luiz Elli, në kuadër të lojës, kuadër të punës, i kam për miq, në kuptimin edhe më kanë ndihmuar goxha shumë, kanë dhënë ndihmë pa kusht fare, as donin gjë nga mua, thjesht ndihmë e pastër. Edhe këtë gjë normalisht e kam transmetuar dhe unë se tash ta themi drejtën në plak. Unë vi këtu në studio, marrë ato montazhin, ose kemi xhirim, jemi në periudhë montazhi. Unë nuk do bëj montazh nga mëngjesi deri në darkë, do bëj orë pushim. Ato orë që kam pushim, pse mos marr X në Y për një photoshoot, që mund ta ndihmoj me atë photoshoot, mund ta sponsorizoj në Instagram dhe të marr një punë. Domethënë atë një orë nuk më do fare se po kod do risha, thjesht me pushu. Pak të pushoj me atë që kam qefun me po. Aktivitetin që do bëj me fotografi, që është super e thjeshtë, domethënë për të bose
një video këtu në studio, një xhirim super thjesht, edhe nuk e shoh si argjim kohë, por shoh edhe si marketing. Domethënë simbiozë, kuptimi që unë t'jap ty video fajla gjë që ti do paguaj goxha shumë për po ti kishe botë dikush tjetër, ti më jep mua marketing kuptimi që shif çan dorra unë pata këtë robin që du të animojmë për vërtet, jo thjesht për video. Po është i veçantë, shi çka kapëm ne, ky i veçantë, fotot e mia mund të jenë më të veçanta se XY që ka patjetër fotograf 100 herë më të mirë se mua. Edhe kolaborojmë të dy ide, domethënë edhe i personit edhe i imi që bashkohen, domethënë. Kur themi imi, them gjithmonë në studio, se studio ka dhe pjesëtar të tjerë dhe nuk ka punonjës, s'ka koleg. Normalisht. Gjithë bashkë që po e grejnë ha pas hapi, nuk jam vetëm unë, domethënë që. Pavarësisht se është krijimi im, ideja ime, kështu jemi të gjithë njësoj. The round table. Nuk është jo, ashtu ka lezete, nuk ka kuptim ta krijosh diçka, domethënë aq të bukur që mund të ketë premisa aq të mëdha, ta krijosh me atë modelin e vjetër, bëj këtë, bëj atë. Është normalisht, është thjesht është e lehtë me të drejtu gistat, por siç i thon ato anglezët që sa herë që ti drejton gishin dikujt janë 3 gista që drejtojnë nga ty, kështu që nuk është ndonjë gjë e mirë. Në rritje profesionale, flas në Administrative Studios, të gjitha kanë përdorur në ato të mia, se hapa 19 vjeç kalama. Po filloi pse edhe realisht mos kisha mbështetjen e dashurës që është ekonomiste, dhe është marrë me pjesën e ligjit tek shumë, do kisha bënë ai tax fraud pa marrë vesh. Se ti më ke filluar gjona. Çe vjen bukë se di më vllai. Po. Kam pas ndihmë edhe nga njerëz të tjerë që nuk e imagjinoj që do dashur normal, po flas edhe njerëz të tjerë. Edhe kjo është e fryma që du t'jap dhe unë edhe sajtin nëse ke parë sajti Dulevish, do ta kish parë. TikTok edhe nga Mustafaj, edhe Mustafaj vet. Pavarësisht se ne po bëjmë content për të marrë views, për të marrë punë, për të marrë kemi atë goalin ton secili. Mjafton që po japim një dije pak më të madhe. Domethënë unë nuk jam aq i pastër sa ato dy bëjnë vetëm tutorial sa dhe flasin për pjesën e profesionit vet. Unë fus edhe në një video që mendoj se është fani. Edhe mund të jem pak më commercial te kjo pjesa, po prap hedh ato tutorials, hedh ato shprehjet, hedh ato gjërat që mundohem sa të pak të jap dije robët. Edhe kur ka simbiozë që jep edhe merr, nuk mund të quhet më aq egoiste. Është egoizëm dypalësh e quajmë këtë. Plako, egoizmi nuk është domosdoshmërisht negativ. Se ne kemi kjo gjëja egoist, mendon vetëm për veten. Jo, plako. Egoizmi është shumë afër ambicjes, shumë afër vizionit, po pa pasur egoizëm, një thjesht parazit. Egoizmi nuk duhet të kalojë në gradën që ti për shembull fillon dëmton dikë ose hyn me sopat të interesit të dikujt. Ai është egoizmi i dëmshëm. Po nëse ti ke një vizion, nëse ti je një artist, nëse ti je një inxhinier, nëse ti je një arkitekt, po s'patë egon, ti nuk ke asnjë lloj iniciative tjetër për të nisur e për të bërë atë që bën. Se për çfarë po e bën? Për çfarë po e bën? Domethënë, egoja është çelësi për çdo gjë thjesht, nuk duhet keq përdorur, edhe nuk duhet të kalojë në ato lloj përmasash sa të interpretohet gjithmonë se kjo zymtësia, si kjo shpirti katran, edhe se e ke parasysh është e bërë që kjo nëpër vite nga tregime egoidhana, iu, domethënë egoist, po edhe ai që është, si thon selfless në shqip, se u bëm dhe ne si ata që shajmë fundja. Selfless. Po. Së tash që kështu që nuk është edhe ndonjë gjë e madhe, domethënë, është thjesht ideja është që përderisa nuk e hyn njeriu, mund të jesh egoisti më i madh në botë. Përderisa ti nuk dëmton njeri, jepi vllai. Domethënë, nuk shikoj asnjë lloj problemi me egoizmin i cili nuk dëmton njeri. Nuk ka asnjë lloj gjë të keqe, përkundrazi janë shumë persona që nëse do ishin pak egoist, në fakt do ishin goxha asete për shoqërinë, edhe ku dëgjon ose për vendin ku ata punojnë etj. Un kam futur disa veta në punë, pavarësisht se jam goxha i ri në profesionin tim. Marr studenta zakonisht, working students, nuk e di punojnë aty në Shqipëri gjatë shkollës apo jo. Po edhe normalisht duken ata lloj persona të tillë. Un kam pasur persona për shkak që thjesht nuk i kemi marrë sepse nuk i kishte robi. Nuk kishte një atë ego, nuk kishte ambicie, nuk kishte një vizion, nuk donte të bënte diçka, nuk donte të tregonte që ishte i mirë ose kur ishte në debatet e tjera nuk e vendoste dot veten. Edhe pse ai duhej të vendoste veten sepse në atë moment interesi i tij personal ishte interesi i firmës.
Edhe në momentin që egoja e tij nuk e përballonte këtë gjë, që nuk I kishte mjaftueshëm, humnim të gjithë. Humnin të gjithë. Ata persona për shembull, unë egos në punë, për shembull, ja them gjithmonë çunave që çfarë po bëj gjë këtu TikTok për afuskop. Të bukur, për shembull Nertili, Leon Spargo, ai që bën VFX-at, që unë thoj njerëzit që hajm kokë me atë që s'jam kurkun, sa ai bën vetëm VFX, unë jam regjisor që thjesht kam mësuar një dy gjëra që po të fuzë ty një muaj trajnimi i mëson direkt, kurse ato duan një vit me mësu, kupton? Edhe me atë I them, bëra unë gjë të bukur, bëhet gjë të bukur. Unë e quaj si ego personale, profesionale, që unë bëj të bukur, ti bën bukur, unë bëj bukur, ti bën bukur edhe nëse këto gjëra poston te studio vetëm merr produkte të mira. Do thotë se gjithmonë mundohemi t'ia kalojmë njëri tjetrit. Po unë kështu e shoh. Pikërisht. Po është shumë e shëndetshme kjo, po kështu duhet parë çdo gjë se kjo është shumë e shëndetshme, është vetëm një mënyrë si të ecim përpara, nuk mund të themi mbrapa në komunizëm tani edhe që të jemi gjithë para bashkë do bëj asnjëri asnjë gjë. Se po bëre ti bëhesh më I mirë se mua dhe ne jemi gjithë para bashkë. Jo, plako, nuk ka, ajo ko mos u theft më, ideja është kjo tema që doon gjithë kohët e sotme të bëhen para bashkë është shiqur më dha momenti ta kafse unë po nuk ekziston. Barazi. Barazia nuk ekziston, barazia është diçka që ka krijuar njerëzimi. Për si matematika, është diçka që nuk ekziston, nuk ka për të ekzistuar ndonjëherë. Barazia te mu patën. Te mu funksionon kështu, nuk më intereson ai alien, ai e femër mashkull, çfarë dush ti është, atë çfarë besimi ke, për sa kohë që e bën punën tamam. Me mu sillesh si njeri. S'më intereson. Kjo është I lloji. Po. Më thonë za barazia që unë duk. Pjesa tjetër pastaj që X person, femër mashkull çfarë tjetër, do të paguhet më shumë se mu dhe bën më pak se mu. Vllai, çdo. Normalisht. Jo nuk ka barazi fare, dhe ajo që quajtë ti, domethënë, ti në fakt je një humanist, je një njeri decent, domethënë. Është barazisë, është hyn te pjesa barazisë, që okay, jemi njësoj kuptimin e punës, siç thash, unë kam kolegë, nuk kam të gjithë, secili nga ata që unë kam në studio, janë secili për pjesën e vet, domethënë VFX, është pjesa DOP, që është direktor fotograf, që merret me kamerën. Jam unë për regji, secili ka ato të vetën dhe është profesionista e veta më I mirë se çdo jam unë te pozicioni I tij. Prandaj jemi barabartë atë pjesë. Por, po them. Jeni barabartë, ti po e ke parasysh ti ke ndarjen, domethënë, ndarjen e punëve, domethënë ti e ke bërë në një mënyrë të tillë që secili bën atë gjë që ai është më I mirë të bëj. Po barabartë nuk keni për shkakun se për vetëm fakt që ai që bën vizualin, domethënë, nuk është I barabartë me ty o plak, se ai është më I mirë se ty. Edhe ana sjelltas. Ai që bën vizualin nuk është regjisor më I mirë se ty, prandaj jeni të barabartë. Jo, në mënyrë personale kemi lartësi dhe ulësi me njëri tjetrin. Në grup, sa ajo është gjëja pra, barazimi në shok kur është në bashkësi, tamam, në një komunitet, momenti që komuniteti nuk funksionon është për kësaj, por cili do të jetë më I mirë se tjetri dhe I prish punë tjetër. Ndërkohë, unë I them ti mund të jesh më I mirë se mua dhe të ngrej këtë të kemi Allah. S'mund të bëj më I mirë se ty. Edhe filloj me ngrej. Jo të prish punën ty, po diu se po ja, po të marr një rast për shembull. Ti ke studio, unë kam studio. Unë do ne të dy kemi na bëj një projekt të bashkëpunojmë bashkë. Kupton ti je te kamera më mirë, unë jam te dosjen të Çinit. Tash unë nuk kam si të haj me ty kot, ti me mua kot, kur kemi të ketim projekt, edhe të prishim punë njëri tjetrit. Po diun të marr kartën mos ta jap më, ose ti të marrësh fishën e mos ma japësh, atë ku e ke humb vllai? S'ke sjell. Do thon, projekti prishet. Edhe s'marrim asnjëri as tjetër lek apo ç'a do të marrim nga projekti. Kjo është ideja domethënë. Bashkësia nuk është kopsh. Si kopsh, nuk është vetëm punë, është edhe shoqëni. Është shumë shoqëni, edhe shoqënia se po një çdo marrëdhënie domethënë që të funksionojë na shoh vetë me dashur, që kemi 10 vjet bashkë, jemi shok ngushtë. Një herë ka projekte që ne mund të marrim edhe është shumë e madhe projekti edhe bim rehat nga ana ekonomike apo dhe nga anë të tjetër që duhet punojmë më për një periudhë kohë sa të shqetësohem se normalisht janë ca projekte shumë mëdha. Nga ana tjetër është ajo shpeshherë që ka punë statike dhe dy shumë që edhe nga ana ekonomike po flas sjell më shumë se mua shpeshherë edhe kjo është një balancë që mua më pëlqen jashtë më së shumë se të dy punojnë. Pra aty doja të dilja unë se e përmend vetë edhe të çoj fjala. Është balancë, jo barazi. Balanca është e pashmangshme, çdo gjë do arri balancë, domethënë çdo gjë do arri balancë. Si kjo gjëja që ti që ta kanë sjellë në majtë të hundës atë barazis. Ta të barazis ta kanë sjellë në majtë të hundës, edhe balanca universit të sjell dikë si puna ime, që të thotë që jo, ata janë varilisht, domethënë që ata janë shumë pro kësaj gjës, unë jam radikal në jo në anën tjetër sepse filozofikisht nuk është e mundur më valla. Sepse unë me ty nuk jam I barabartë. Pyet nënën tënde, kush është jemi të barabartë apo jo? Ose pyet ti nënën time.
ku jemi të barabartë apo jo. Nuk funksionon ashtu. Domethënë asnjë gjë nuk është e barabartë, është e pamundur sepse barazimi është koncept matematikor. Matematika nuk është shkencë eksakte, pavarësisht se ne kemi mësuar në Shqipëri. Matematika është teori, është gjë që ka shpikur njeriu për të shpjeguar shkencat eksakte, siç janë fizika, biologjia, kimia, drejtë shejtani. Matematika është gjuhë, si Java, si çajm C++, budalliqe. Edhe shumë njerëz këtë koncept nuk e di. Matematika është komplet teori. Asnjë gjë nuk e di. Çfarë është dyshi? Çfarë është dyshi? Numër. Po çfarë është numri? E kuptoj, është E pra, e shef, kështu që këto koncepte filozofike për shembull, nëse se ne kemi edhe kurrikulën e shkollës shumë të keqe për shembull. Edhe në shumë vende, jo vetëm ne, por ne kemi një çiksi shumë të keqe. Edhe nëse ne këto informacione do kishim marrë pak të vegjël, të duken si gjëra jashtëzakonisht shumë të vogla, por në fakt impakti i tyre është i madh, sepse sa më shpejt i marrësh aq më shumë ndryshon botë kuptimi jot, ose jo më sa ndryshon, po ndërtohet në një bazament tjetër. Dhe kur e kupton që nuk është e mundur, fokusohesh tek ato gjëra që mund të ndryshosh, jo tek ato që nuk mundesh të ndryshosh. Dalin tek ajo pjesa, domethënë që mos të punosh kundër njëri tjetrit. Kur ti e kupton që ky është më i mirë për kamerën, unë jam më i mirë për mikrofonin, nuk merrem unë me punën si ta bëj atë të duket keq. Merrem me punën si ta bëj unë këtë të bëhet akoma më mirë, që nxjerrim produktin më të mirë bashkë. Unë të them një rast për shembull, unë në montazh jam goxha i mirë. Goxha i mirë se kam vite. Kam dhe një person tjetër, është ai çuni që ka qenë te podcasti Arbri, që ka 12 vjet profesion montazh. Kam mësuar shumë nga ai, kam mësuar shumë nga mua. Normalisht shumë nga ai, po ideja ishte që të dy montazhin bam me dokumentarët që ne jetëm një muaj duke i montuar secili, si ishin 5 cop, të dy jepë merr dhe u lodhëm goxha shumë. Po them, në një projekt vogël mund ta bëj me sy mbyll. Po tash edhe mund të marr lekët vet, ta bëj edhe xhirimin, edhe regjinë, edhe këto vet. Po one man show, në profesionin ton, jo që strapatsohesh e stresohesh, po në fund fare kur dalin që vetëm zërat atje që do shtosh kontratë. Edhe preventiv, kush? Matias. Dhe po unë një njeri e paguaj 500.000 lekë, aq net, s'kam se paguaj 5.000 euro, kuptimin e gjës. Plus që unë ato lekët për atë që do bëj, unë do i marr. Me u bë lakmitar për çdo lloj gjëje, kështu unë humb shok, unë humb koleg, unë humb talente që mund t'i kisha afër vetes. Edhe është për mua ka secila vlerën e tyre. Po ideja është se shife, pavarësisht se nuk është mirë të thuhet, e kupton se how dare you, po edhe shoqëria e mirë është kapital plak. E kupton? Çdo gjë është kapital. Çdo gjë e mirë në jetën tënde është kapital pozitiv. Një familje e shëndetshme është kapital, se ke një stres më pak për të ndjekur ëndrrën tënde. Një shoqëri e mirë është kapital, sepse një shoqëri e mirë do besoj tek ty, edhe nëse s'ka mundësi të mbështesi, do thoj fjalën e mirë të paktën, do të japi atë boostin të egos që dolën përpara, që të paktën shife, këta persona që unë i kam shok janë të mirë, edhe janë kërkues ndaj meje, këtyre po i pëlqen, domethënë që është diçka, kështu që ngrihet. Ajo gjithmonë, për shembull, edhe unë që kam mbijetuar që tani shkoj në fillim, po ti budalla, ti s'ke çfarë bën mirë, kush dëgjon, kush shikon, flet për to, flet për ato, domethënë kur sa i rrethim, sa aty duken ato gjëra, i rrethim, i vogël, domethënë njerëz thoshin që plako motrat, ku që se ke bërë më përpara, domethënë. Okej, ke këtë për shembull, nëse do të bësh kështu ose nëse do të bësh ashtu, po që je mirë. Isha mirë unë. Me ndër muhabetit një mut isha mirë, se si isha mirë, po ideja është që vetëm ajo lloj fjale, vetëm ajo lloj shtyse, domethënë, mua më mbajti aq kohë si për ujit, sa të shikoja edhe vet ato pasaj mangësitë dhe me kalimin e kohës, se të ditur s'kemi lindur kur më kështu. Unë do më duhet të largohem, se kam pak të dashur me Paterica, se para 5 vjetësh mendoj të bënte sport ekstrem me ski. Edhe mbas një hyrje me nisku, mbas një kputi ligamenti, më në fund u bë operacioni. Duhet shkoj, po duhet ta mbyll me një gjë për njerëzit, që e them edhe këtë them shpesh, unë kam i tatuazh të dora, në disa shife. Është tanko që edhe shkruat La Vita Bella, për pjesën e filmit La Vita Bella, me Roberto Benigni. Them jeta është e bukur, dhe i them njerëzve që së gjithë në fajnore ndonjëherë kur jemi të mërzit, për çfarë do jetojmë? Çfarë po jetojmë? Është kjo pyetje kështu ekzistenciale që e bëjnë gjithë kur jemi të mërzit, edhe unë i them vetëm që unë pavarësisht fatkeqësive që ndodhin shpesh fatkeqësi, që njerëz jemi. Edhe jam mbyll pak te kjo pjesë, jam pak më gur kur ndodhi gjë, për arsyeën e vetme se them pavarësisht si duket egoiste, prap kaloj ajo. Në sy të shumë njerëzve them ka rëndësi që u zgjova mëngjes.
Do thënë me këtë shprehje zgjohem edhe them, u zgjova mëngjes, nuk kam vdek, shkurt. Durët i kam, dorën e kam, kamët i kam. Hysh përpara. Por kjo është një gjë që ja lej publikut ta mendoj vetë tash në fund, sado ta mendoj nga ka shumë sa kemi fal. Da mendoj se s'bën ata. Po që kjo Ishara që se mendon. Kjo është ajo gjë e bukur e jetës. Jeta është e bukur, kaq. E vështirë, po, e bukur. Okej, përpara se të ikësh, thuaj edhe një çik robëve ku të gjejnë në platformat e tua dhe pastaj të lëshoj. Në Instagram të MBN Pictures, pra them këtu. Shqipëruar ose MBN Pictures. Në TikTok po i soj MBN Pictures. Pastaj faqja ime çakmaku.mp4, që është Ndiqeni atë. Ka goxha materiale aty, kështu që ndiqeni atë. Unë gjithsesi do t'i vë në description me link këto të gjitha, kështu që ne do dëgjohemi herën tjetër pa merak, domethënë, do dëgjohemi edhe herë tjetër sepse mund dua të thellohemi tek do bëjmë një soi për time pastaj. Nuk diskutoj, po përveç asaj unë dua të thellohemi edhe një çik tek këto tutorial edhe tek profesioni jota që ta vë pak në fokus sepse ajo është një karrierë vërtet edhe jo I have 5 bitches in my car whatever the fuck. Kështu që Andra Robo duhet të jetë bën lek për tostosa, jo për expensive shit. Kështu që prandaj janë tema që ja vlen të zgjerojmë më vonë. Unë falenderoj plakun dhe të dëgjojmë herën tjetër. Shumë faleminderit. Ciao. Mbyll aty fare.